Mos e përzë të mjerin. Djetari Muhammed Uthejmini, Allahu e mëshiroft, thot: një burr ja kishte pas ndaluar gruas së vet të i jap lëmosh çdo të mjeri që i troket në derë. Një ditë nga ditët, në derë i trokiti një i mjerë dhe tha: jam i mjerë dhe pa rroba që më mbrojnë nga i ftohti. Grua si erdhi keq për gjendjen e tij dhe ju zbut zemra. Ja dha 3 hurma dhe i dha veshmbathje. Ndërkohë, burri i saj nuk gjendej në shtëpi, kishte pas shkuar në xhami, kurse pas namazit nuk u kthye në shtëpi, por qëndroi brenda xhamisë. E zuri gjumi në xhami dhe e pa një ëndër se kishte pas ndodhur kiameti. E pa se njerëzit ishin në vështirësi të madhe, nxehti i madh dhe dielli qëndronte mbi kokat e njerëzve. Kurse mbi kokën e tij qëndronte një rrobë e cila i bënte hije. Në të i kishte 3 vrima dhe erdhen 3 hurma dhe i mbushën e i plotësuan ato vrima. Në atë moment, i friksuar dhe i habitur, u ngrit nga gjumi. Shkoi në shtëpi dhe i arrëfeu gruas ëndrrën, dhe gruaja menjëherë kuptoi se kjo ëndër ka qenë si shkak i hurmave dhe rrobave që i dha si lëmosh. I tregoi të burrit se çfarë bëri ajo dhe burri i tha: prej sot mos e kthe asnjë të mirë nga dera jon. Kjo plotësisht përputhet me hadithin e të dërguarit të Allahut, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thot: çdo njeri do të qëndrojë nën hijen e lëmoshës së tij derisa të kryhet llogaria. Dietari që i pastroi tualetet e xhamisë. Dietari Dr. Sharawi, Allahu e mëshiroft, ishte duke mbajtur ligjërat dhe gjatë ligjëratës, dëgjuesi dhe xhamati filluan të mahniten nga fjalët e tij, derisa edhe vetë filloi të ndiejë vetpëlqim dhe mendjemadhësi në vete. Pas ligjëratës, së bashku me vozicin e tij, hipi në makinë dhe u nis për në shtëpi. Rrugës për në shtëpi, e pa një xhami dhe vozitsi i tha: ndalu. Vozitsi i tha: dietari ynë, nuk është koha e namazit, pse të ndalemi? Doktor Sharawi zbriti nga makina dhe shkoi te xhamia. Hyri në tualetet e xhamisë dhe i mori, i pastroi në tërësi me duart e veta dhe u kthye nga makina. Vozitsi kur e pa, u habit dhe i tha: pse e bëre këtë? Fillova të mahnite me veten dhe të më pëlqej vetja, e me këtë doja ta nënçmoj dhe ta ulja atë, tha ai. Allahu na ruajt nga mendjemadhësia, vetpëlqimi dhe dyfaqësia. E lusim atë të na shtoj sinqeritetin në veprat dhe thëniet tona, dhe të na mundsoj që veprat të i bëjmë vetëm për atë. Sa vjeç je? Rrëfehet për një njeri se ishte simpatizues i udhëtimeve dhe i dhën pas dëfrimeve. Një ditë prej ditëve, ndodhi që të vizitoj një prej qyteteve dhe në programin e tij të vizitave, ishte në plan të vizitohen edhe varrezat e qytetit. Duke ecur nëpër varreza, nga pamja e tyre dhe nga varret e shumta, zemra filloi të i zbutet dhe shpirti të i qetësohet. Një varr nga varret ja tërhoqi vëmendjen, në terrasën e tij vërejti se shkruante: Filani, i biri Filanit, i lindur në vitin 1934, i vdekur në vitin 1989. Mosha e tij ishte 2 muajshe. U habit dhe ashtu i çuditur u nis drejt atij që i hap varret dhe e pyeti për këtë dallim. Punëtori i u përgjigj: ne në qytetin ton moshën e njeriut e krahasojmë sipas shpikjeve dhe veprimtarisë së tij, e jo sipas viteve të tij. Atëherë ky njeri i ia ktheu në shaka dhe loi: nëse më vjen e gjeli në qytetin tuaj, shkruani mbi varrin tim: ky djalosh vdiq gjatë lindjes së tij. Pra, jeto sa më gjatë dhe mos u kënaq me jetë të shkurtër.